Dhome parë. Të lyera, cuvatuara dhomat, dhome parë. Këtu ishte drenazhi me ekura që e kanë lidhur. Të izoluara. Për ujrat, drenazhimet me skar ekuri që mos mbante i grasi, lagështia të kalonte aty e gjitha dhe ato të ujrave, të banjave, të lavamanëve, që do kalonin do dertëshin ujrat. Ja dhomë, po këtu e kanë rëzuar tullë në dhome vogël. Ka dhome shumë të mëdhaja, ka dhoma 10 me 7-8 metra të mëdhaja. Në qa viti është... Rreth viteve 7, në 90-ën u zbulua dhe u shkatrua, si që shikoni, ja dhoma. Për sa minuta bëhet kjo bujda? Kjo, prit, në vazhdojmë njërin kraja dhomë tjetër me madhe kjo dhoma, këtu shikojnë? Ka dhoma dhe 2 fishin e kësaja. Ka dhoma 2 fishin e kësaja. Akoma është suvaja, vetëm kablët elektrike kanë lidhur edhe këto drenazhimet, ja, vendet e kablët. Cili ka qenë plani e Enverorgjës për këto 30 dhoma sekrete që në këtë zonë në Voskopojës, po thuaj se nuk janë në eksistencë dhe nuk kanë informacion. Në qovë se Shqipërinë do të asulmonin Greku, Itali, armitë e komunizmit si që kishte u dhe i qëndërment, atëre gjithë spitali i Korçës, të gjitha reparte do të vinin këtu. Të gjitha këto dhoma ishin me vegla, si që ishin në Korçë, ishin dhe këtu. Dhe vinin doktorët, benin 10 ditë që i pastronin i mirë mbanin këto veglat, edhe ishin në gatishmëri punë të gjitha. Në qoftë se do shpërthente lufta, atëherë gjithë spitali i Korçës, i rrethit Korçës do të spostoheshe këtu, në këtë vendin e fshetë. Për këtë qëllime është bërë. Kur flisni për reparte, çfarë nuk kuptoni, cilat reparte, kirurgjita? Të gjitha, kirurgjia, stomatologjia, pediatria, të gjitha, si që ishte komplet spitali, të gjitha reparte do vinin këtu. Si mund të vinin mjekët në këtë zonë kaq malore dhe... Po do t'i sillnin makinët e ushtrisë sa të fillonte lufta dhe do punonin këtu mjekët, brenda s'do dilnin që këtu. Këtu kishte ajrim, kishte ujë, korrent. Ishin të gjitha kushtet? Po, kushte në rast lufte, jo të nuk flasim për kushtet si do t'i kishin në spitalin në rast paqe, po ishin kushtet këtu. Edhe ruhesh edhe mushtarë, zonë e fshetë shumë, edhe i prandaj për të qëllim janë bërë vetë. Plani e operacionit, le të themi se plani operacioni ka qenë ky i Enverorgjës, ishte që të kirurgji të bëheshe për gjithë banorët e qarkut Korçë apo për disa? Mendoj se për ushtrinë, që do plagosin ushtarët, që do kishin nevoja ushtarët, pastaj ndonjë banor që ishte në gjendje kritike, për shembull. Po jo i hapur për të gjithë, për shembull. Në një rast i vështirë mund të vinte këtu. Domethënë nuk ka pas kapacitete për të mbuluar të Po gjithë. ky spital nuk u provua asnjëherë, nuk hyrën punë asnjë ditë. Se lufta neve nuk na sulmuan dhe ky spital nuk u vënë në përdorim asnjë ditë. Dhe termi spital fantasm? Po tani kanë ngelur dhomat shumë. Ja, kanë ngelur dhomat. Është freskët këtu. Ju pak më parë më tha që këto 30 dhoma janë boshatisur dhe janë grabitur. Dyert, ekurat, kablët, nga banorët e vetë. Çfarë kanë marrë më thënë? Dyert për ekuri i kanë shitur për skrap. Kablët elektrike, asi që shikon në mure, se ishin kablët të mira korrenti. Ekurat, skarat e drenazhimeve të ujrave i kanë marrë dhe ato për ekur për skrap, se gjithë tjetër s'kishin të merrnin dyert. Se gjithë veglat e spitalit i morën para se të prisheshe. I hoqën në Korçë, ushtria. Cili ka qenë viti që është menduar ideimi dhe ka filluar plani punës të zbatohet? Po nga 70-80, 1970-1980, këto vite është mbaruar së ndërtuari. Ka filluar dhe ka mbaruar, se ka vazhduar disa vitë, se janë punime shumë të vështira nga ushtarët, beshin, gjitha këto beshin nga ushtarët, e gjenjës. Për çfarë merre kjo ushtri? Me punime, me ndërtime dhe me punime. Me tunele, me urra, me ndërtime bunkerësh, këto punë bënë. Ushtri e specializuar? Gjenjo, ja, këto vetë ndërtime bënë të në ushtri. Bunkerë, tunele, urra. Ka informacion se kush mund ta ketë drejtuar, ose le të themi, ka bërë inspektimin e punës? Ja. Neve nuk e dim se ishte sekret ushtarak. Nuk të linë të afroshë absolutisht. Ushtria i di, në evidenca i di, ata kush drejtonte dhe shpenzime dhe rapan. Neve nuk e di, nuk e di. Sa kanë qenë shpenzime dhe kush drejtonte. Komande e ushtrisë, e lartë. Cili ka qenë, do thënë, ju tha për çelëmi që ishte vija e kuqe që nuk lejoj të edhe më tutje. Në rast se ti, një person do tentonte ta kalonte atë vit të kuqe, çfarë ndodhte? Do ta lajmëronin ndalë, nëse nuk do ndalonte, do ta pushkatonin ushtarët. Do shtinin ajër, me kemet, pastaj do ta eliminonin. Ishte zonë ndaluar
mjaft e repsisht e ndaluar. Nuk mund të afrosh. Kjo Absolutisht. është edhe arsye që pak ka informacion është shuar domethënë kurreshtja, duke qenë se Po, nuk vinte dot njeri atëre. Tani ja ka ngelur kështu dhomat, bosh. Tani neve kemi hyrën nga njëra dalje në drejtim të Voskopojës, po kalojmë në daljen tjetër. Ja, si që shikoni janë shkatruar, janë munduar të vjedhin tuvat, kurat i kanë vjedhur. Po, muret edhe kablët i kanë vjedhur. Do dalim në një dalje të dytë, po në krahun e Voskopojës, është dhe një dalje tjetër e fshet në krahun e Shipskës. Ja dhomë tjetër, do të shikojmë dhe atë. Ka shumë dhoma, pamparim. Akoma nuk kemi vizituar asnjë të katërtën e dhomave. Po kjo struktura e dhomës ka qenë e ideuar kështu? Reparte, dhomat të vogla janë edhe dhomat e spitalit civil, kështu janë të vogla, ja. Kjo shikoj sa i madhe është kjo dhomë. Ja, këtu ka patër më shumë migraci, është në zirë. Ka të mëdha, si pas reparteve.